Drejtori i Institutit të Shëndetit Publik, Dr. Fadil Kryeziu, sot ka shënuar këtë përvjetor shumë të rëndësishëm dhe funksionimin e mikrobiologjisë së përgjithshme. Dhe tha se është kënaqësi dhe nder i veçantë që sot së bashku të shënojmë një moment historik, 102 vjetorin e themelimit dhe funksionimit të mikrobiologjisë së përgjithshme në kuadër të Qendrës Rajonale të Shëndetit Publik në Prizren, respektivisht 100 vjetorin e IKSHPK-s. Momenti i përkujtimit dhe mesazhit për një mision jashtëzakonisht të madh, siç është përkujdesja për shëndetin e popullit, ku me këtë rast ishin të pranishëm dhe zëvendës Ministri i Shëndetësisë Arsim Berisha, drejtoresha e IKSHPK-s Zonja Baraku, drejtoresha e Spitalit Zonja Hoxhaj, si dhe me këtë rast tha se qendra e Prizrenit të mbulon edhe komunat e Suarikës, Dragashit dhe Mamushës. Qendra ka gjithsej 30 punëtor të përkushtuar, në mes tyre 3 mjek specialistë të mikrobiologjisë, si dhe mjek të specializant, ka potencuar drejtori Fadil Kryeziu. Me këtë rast u zbulua edhe një pllak për këtë veprimtari. Deri veçantë që sot së bashku të shënojmë një moment historik, pra 100 vjetorin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës dhe 102 vjetorin e themelimit dhe funksionimit të mikrobiologjisë përgjithshme në kuadër të Qendrës Rajonale të Shëndetësisë Publike në Prizren. Momenti i përkujtimit dhe mesazhit për misionin e jashtëzakonshëm që ky institucion ka kryer gjatë një shekulli jetë. Ky jubilej rrallë është dëshmia e një rrugtimi të gjatë, plot sfida për kushtim në shërbim të shëndetit qytetarëve tanë. Mikrobiologjia si degë thelbësore e shëndetësisë publike ka qenë gjithmonë vit parë të mbrojtjes nga smundjet infektive, monitorimin e faktorëve biologjik dhe garantimin e sigurisë sanitare në komunitet. Qendra jonë, Qendra Rajonale e Shëndetit Publik, mbulon me shërbimet të saj komunat siç është Prizreni, Soreka, Dragashi, Mamusha dhe ndonjëherë edhe Malisheva. Sigurisht ne kemi një histori të begatë të punës si institucion, si pjesë e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë. Ka një strukturë funksionale që ndahet në 4 divizione, siç është epidemiologjia, mikrobiologjia, ekologjia humane dhe mjekësia sociale, por edhe sektori i statistikave shëndetësore që zë një vend të rëndësishëm në procesin e organizimit të këtij institucioni.